Një studim i ri shkencor ka ngritur shqetësime mbi ndikimin e infeksioneve respiratore si COVID-19 dhe gripi sezonal tek pacientët që kanë kaluar kancerin e gjirit. Hulumtimi, i realizuar nga një grup shkencëtarësh nga universitete evropiane dhe amerikane, ka treguar se infeksionit e mushkërive shkaktojnë një reagim të fortë inflamator, i cili ndryshon ekuilibrin mikromjedisor ku qëndrojnë qelizat e fjetura. Si pasojë, ato mund të zgjohen dhe të nisin sërish procesin e shumimit duke krijuar mikrometastaza që janë fazat e hershme të rikthimit të sëmundjes. Studiuesit kanë vërejtur këtë fenomen si në modele laboratorike, ashtu edhe në kafsh. Për më tepër, raste klinike kanë treguar se disa gra që kishin kaluar kancerin e gjirit përjetuan rikthimin e tij pas një infeksioni të rëndë respirator. Megjithatë, autorët theksojnë se ende nuk ka prova përfundimtare që COVID-19 apo gripi të jenë shkaktar direkt të rikthimit të kancerit. Procesi duket të jetë rezultati një ndërveprimi kompleks mes sistemit imunitar dhe qelizat e fjetura kancerogjene. Ekspertët nënvizojnë se këto gjetje nuk duhet të shkaktojnë panik, por të rrisin ndërgjegjësimin për rëndësinë e mbrojtjes së shëndetit, të mushkërive dhe forcimit të imunitetit si faktor kyç në parandalimin e rikthimit të sëmundjeve të rënda.